Ju falemnderit. Akoma nuk kemi përfunduar. E di se të gjithë e prisni fundi. E për fund, e ftoj atë që besoj se sonte është gëzuar më shumë se të gjithë. Para jush edhe një tetovar. Kësaj radhe, kryetari i Lëvizjes Besa, profesor Bilal Kasami. Nuk jam edhe aq pa përvojë në politik, por e pranoj se sot jam me emocione. Ka të mos jesh me emocione kur e sheh këtë sallë të mbushur për plot, edhe pas të gjithë këtij dëshpërimi që ne të gjithë bashkërisht e përjetuam, veçanërisht pas vitit 2001, kur ne shpresum se një herë për gjithmonë hallet tona do të përfundojnë, por fatkeqësisht sot jemi edhe mëzi. Të nderuar anëtar të trupit koordinativ, të nderuar anëtar të Këshillit Qendror, të nderuar mysafir, motra dhe vëllezër, të nderuar të pranishëm. Në veçanti i nderuar kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, vlera e parë shqiptarëve në kohë të demokracisë, faleminderit që na respektohet të prezent. Më lejoni që të përshëndes Këshillin Organizativ të kësaj ngjarje, që na mundsoi një organizim kaq të bukur dhe kaq të ngrohtë ashtu siç tha edhe Zejdi. Me këtë rast, duhet të falenderoj edhe Komisionin për organizimin e strukturave të Lëvizjes Besa, që bëri një punë briljante për të ngritur një këshill kaq sipsor, mu ashtu si ka hije tetovës dhe tetovarëve. Po ashtu, më lejoni që ta uroj dhe përgëzoj edhe këshillin e sapo zgjedhur dhe në veçanti kryetarin e këshillit mikun ton, Zotri Azbi Mahmudi. Besoj se tash të gjithë ju jeni duke pritur për zgjedhjen dhe më të mirën e mundshme të bijve tanë dhe këtu ne kemi bërë atë. Por, këtu edhe nuk përfundon, sepse për Tetovën vetëm ka nisur për zgjedhja e më të mirëve që i kemi, tani në Këshillin Komunal të Tetovës, dhe më tutje në strukturat vendore në të gjithë lagjet, fshatrat dhe mahallat e Tetovës. Të nderuar të pranishëm, qyteti Tetovës ka qenë gjithë një arenë e ngjarjeve të mëdha përgjatë historisë. Bile, shpesh herë u ka paraprir ngjarjeve edhe me përmasa kombëtare. Prandaj, nuk ishte rasti që gjatë gjithë sundimi slaf në këto troje, Tetova ishte rrethuar me vijë të kuqe si zonë e rrezikshme antislave. Siç e dini, në Tetovë nisën protestat e para kundër regjimit shtypës jugosllav që në vitin 1968, e pastaj vazhduan në Prishtinë në vitin 1981. Në Tetovë, në vitin 1937 është themeluar organizata e parë politike shqiptare, Besa. Të parët që sollën abetare në këto troje ishin po këta veprimtarë të Besës. Të parët që ngritën flamurin dhe u betua në Zot dhe flamur ishin veprimtarë të organizatës Besa. Dhe nuk është krejt e rastit që sot është përsëri Besa. Tetova ndërsheku ishte qendër e kulturës, ekonomisë dhe sportit. Kysh para 100 vitesh në malin Shark ish mbi 1 milion bagëti. Hidrocentrali i parë në Ballkan po ashtu ndërtu në malin Shark në vitin 1927. Edhe shpedicioni i parë dhe më i rëndësishëm që lidhte Selanikun me Nishin ishte mund në Tetovë. Para 100 vitesh këtu ishte themeluar edhe klubi i parë i futbollit i quajtur Sparta.
Këtu për herë të parë u themelohet teatri I parë profesional, shoqëria e parë kultur-artistike Xheladin Zikiri, gjimnazi I parë në gjuhën shqipe, por këtu u formoi edhe partia e parë shqiptare në kohën e pluraliste në kuadër të Jugosllavisë, Partia për Prosperitet Demokratik. Të nderuar, është një këngë e njohur në Tetov po thret Tellalli. Më në fund edhe këtu po vjen kushtrimi për liri. Në Tetov ran e dështuan shumë tiran. Të fundit e kanë radhën këta që do të bien me 24 prill. Sepse Tetova është më së paku që e duron zullumi. Të respektuar të pranishëm, unë fola për të kaluarën, kurse ju me siguri e pjetni veten se ku jemi ne sot. Ekonomia jonë është e rënuar, arsimi jonë me gjithë se me 2 universitete është gati I shkatruar. Në Tetov nuk kemi ujë të pishëm, akoma vuaj mungesën e kanalizimit, rrugët I kemi si në Kandahar. Na mungon biblioteka, nuk kemi kopshte për fëmijë dhe parqe, ndërsa edhe më tragjike është se tetovarët po mbeten pa bukë e pa ajër. Fatkeqësia më e madhe është se sot Tetova në botë njihet si qyteti më I helmuar. Më keq dhe më të poshtruar se sot nuk kemi qenë asnjëherë. Tetovën tonë po e shkatron dhe e zbraz papunësia, ndërsa shëndetin tonë dhe të fëmijëve tanë po e shkatron ajri I helmuar. E para po shkakton shpërngulje masive të rinisë tonë në përvendet e Evropës, ndërsa e dyta po e shkatron të ardhmen tonë. Të nderuar të pranishëm, duke u gjendur në një shoqëri me kaq korrupsion, duke pasur përballë politikanë të korruptuar e të zhvatur, duke pasur para vetes njerëz që pushtetin e fitojnë nga fuqia e nën tokës, është bërë detyrim më I lartë kombëtar që ta luftojmë këtë keqje që po na zhbën. Prandaj ne jemi këtu. Prandaj është themeluar besa. Prandaj sonte kemi këtë këshill para nesh, që Tetovës dhe gjithë shqiptarëve të Maqedonisë t'u kthejmë shpresën, krenarinë dhe dinjitetin. Që të dëshmojmë se nuk janë të gjithë shqiptarët aq pa dinjitet, që derisa një qytet I tërë po helmohet, një ministër nuk ka guxim as të ofrojë dorëheqje morale, dhe fatkeqësia të jetë edhe më e madhe, ai është nga Tetova, nga rrethina e Tetovës. Që të dëshmojmë se nuk jemi si ata, që të dëshmojmë se ajo që neve na dallon prej atyre është guximi për të menduar lirshëm dhe për të vepruar pa frikë. Ne e dim se shumë shqiptarë mendojnë se ata janë të fortë. Ne e dim se shumë shqiptarë mendojnë se ata janë të pafitueshëm. Ama, ata nuk e kalkulojnë vullnetin e Tetovës, ashtu siç nuk e kanë kalkuluar edhe vullnetin tuaj që t'jeni prezent sonte në mesin tonë. Ky popull megjithse duron shumë, por edhe dënon shumë. Kësaj radhe ata do t'i vras buka e këtij populli. Do t'i vras sinqeriteti I shqiptarëve të Maqedonisë. Prandaj ata do të përfundojnë këtu. Të respektuar të pranishëm. Më lejoni që para se ta përfundoj të them vetëm edhe diçka në lidhje me koalicionin opozitar që kaq shumë trumbetohet e përflitet në opinion. Lëvizja Besa mbetet e hapur për të gjithë forcat opozitare për të bashkëpunuar. Besa ka kohë që mban dorën shtrirë për këtë bashkëpunim. Por, edhe një gjë duhet mos të harojmë. Bashkëpunimi ka rregulla dhe parime. Ne nuk po bëjmë tregti dhe pazar ti një, unë di, ai tre. Ne para se gjithash dhe mbi të gjitha duhet të dëgjojmë zërin e popullit. Duhet të marrim parasysh vullnetin e tij dhe prej atij të ndërtojmë këtë bashkëpunim. Askush nuk I ka votuesit pronë
që metodë të bëj pazare. Prandaj, ne do të bashkëpunojmë për shkak të parimeve, për shkak të ideve, jo vetëm për shkak të listave. Në të vërtet, listat janë gjëja më pak e rëndësishme e këtij bashkëpunimi, sepse bashkëpunimi që bëhet vetëm për lista edhe rënohet vetëm për lista. Për këtë kemi plot shembuj dhe është e tepër të përmendur. Andaj, ne duam bashkëpunim për shkak të parimeve dhe idealeve, dhe këtij bashkëpunimi kur nuk i ikim dhe për të jemi duke punuar. Për këtë arsye, unë juftoj që t'i bashkohemi bashkërisht lëvizjes Besa, sepse ne ofrojmë mundësinë vetme që partia të jetë në shërbim të popullit e jo kërcënues i popullit. Ne ofrojmë stabilizimin e kombit, ku do të ndalim hakmarrjen ndërshqiptare për arsye politike. Për ne nuk janë armiq ata që nuk janë në besë. Ata vetëm mendojnë ndryshe për çështje të caktuara. Por, të gjithë meritojnë të punojnë, të bëjnë karrierë dhe askush nuk ka të drejtë t'ia shkel askujt këtë drejtë. Këtë e ofrojmë vetëm ne dhe askush tjetër. Me ne, të nderuar, përfundon hakmarrja për arsye politike. Prandaj, secili punësuar që e ka droi se kush do të fitojë në këto zgjedhje, unë po ja hedh këtë droj që sonte. Zgjedhjet i fitojmë ne. Kështu do të bëhet më mirë për të gjithë. Me fitoren tonë, askush nuk do të humbë. Për këtë do të jemi dëshmitar vetëm ne. Dhe nuk është me rëndësi se kush për kë ka votuar. Ne do të jemi në shërbim të gjithë qytetarëve shqiptar këtu në Maqedoni. Ne askujt nuk do t'i hakmerremi. Ne po ashtu ofrojmë ridefinimin e Maqedonisë, ku shqiptari do ta ketë vendin e tij të merituar si barabart me maqedonasit. Ne ofrojmë edhe jetë më të mirë ekonomike, vende të reja pune dhe fuqizim të sektorit privat. Dhe ne zonat ekonomike nuk do të jenë vetëm për fotosesione, por do të jenë zona për investime dhe zhvillim ekonomik. Ne ofrojmë edhe jetë më të mirë ekonomike. Ne ofrojmë gjithashtu edhe arsim më të mirë dhe të departizuar. Më në fund, ne do të tentojmë dhe do të punojmë që profesorët tanë të mos na i caktoj partia. Ne nuk guxojmë të jemi vrasës të fëmijëve tanë me kuadër të dobët në për shkollat tona. Arsimtari kohës sonë nuk do të vlerësohet për nga libreza partijake, por për nga dia dhe profesionalizmi i tij. Ne ofrojmë jetë kulturore sportive pa tifozeri politike dhe ju premtojmë se askush nuk guxon të keqpërdor asnjë tubim kulturor a sportiv për arsye politike. Për neve, shkronjat e Shqipes nuk janë shkronja për të madhëruar politikanët, por për të edukuar generatat të vijnë. Për ne, shkronjat e Shqipes janë për të prodhuar libra, për të prodhuar shfaqje teatrale, për të prodhuar këngë të bukura dhe për të prodhuar letërsi të mirë shqiptare. Të nderuar të pranishëm, kjo mund t'ju duket ambicioze, por ne jemi këtu që t'ju bindim se kësaj radhe para jush është një gjenerat që ju betohet me besën shqiptare. Sepse të jesh me besë dhe të jesh pa besë ka shumë dallim. Ne jemi me besë, qofshi edhe ju me besë, Zoti ju bekoft, natën e mirë dhe kalofshi mirë. Zoti kryetar, artisti
Zeqir Mehmeti dëshiron që dhurojë një dhuratë me emblemen e Lëvizjes Besa.